Njëna prej videove edhe pjesa ma e dhimbshme gjatë kësaj proteste që është ndodhur tek nëna Shqipëri është kjo. Atëherë të kisha ftu me këshyr deri në fund, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Atë kapi vëzit Rozvar nuk është pak. Mos e bofshin pikë në ajt, o zot, se këta s'kan gjak shqiptari. E ka dhonuje, respekt e të gjitha. Nuk du t'i bën njeri ju keq. Thjesht dukan këta. Zhdukan se na orën shpirtin për zgjallje. Nuk e di ajo bo bëll Edi Ramoviqit të e vjedh në Shqipëri, por tash ja ka filluar me rrej edhe protestuesit, do me thonë të i fut policinë në Shqipëri për me rrej protestuesit. A që ta protestuesit kenë që para disa ditësh edhe mëj me thonë gati çdo ditë ju dheshin ujë policisë, ju dheshin buk policisë, ju dheshin tënat mi edhe në fund me ngres varr, veç pse ju ka tek Edi Ramoviqi. Prandaj dërheqja është pak, po ty duhet më të marrë edhe më qitë në shesh para popullit, edhe populli e kish di që kish bo me ty. Unë sinqerisht kur e shikova për herë të parë këtë vllahën tonë dashur, që tregojke që ne ka ngres varr, po ashtu i kum po edhe vetë video, sinqerisht të mbani me kajt. Nuk e di edhe që kena bo si popull që me hjek që ka të shumë. So thujna që qatë je po bot një dritë e mirë për Shqiptarin, qohet qifti i Edi Ramoviqit, qohet edhe në Kosovë qifti i Vjosa Osmani, që ne që në venin zxedhje shumë sene tjera që për karrika tyne jënë gjendje më ne shi Shqiptarin. Po elhamdulillah prej Zotit që shqiptarët nuk i ka ndëru tradhtarët kur. Edhe kësaj here kena mi adol bashk ball, edhe s'kena mu dërzu për asnjë sen.